Dhe thonë, o Zot, në i gjëna që kum bo me këtu dur, ma folja Rabbel Alemin. Edhe thët qysh bjen aja zdrali pa pastrëtia për i durve, që shtu bjen gjënahet, aj që merr abdes, dhe mon që të gjënahet që i ka bo ma të dur. Po ta një gojnë, o Zot Gjeleshane hu, nëse kum bo në i gjënah me gjuh, se pejgamberi a.s. ka thonë, mas shumë të njërin gjehnem e që goja, pra gjuha. Në qoftë se e ka bo në i gjunah me gu, unë Zot ja Rabbel Alemin, unë falj. Hunën që e pastrojnë, normal që huna është filter, dalin ato pa pastrëti që janë, e plëhërat të tëna këtu, mirë po e ka dhe doan e vetë që thëtë, ja Rabbi afrëna erën e gjenetit, e largëna erën e gjehnemit. Era e gjenetit pejgamberi a.s. kër u shku natën e Mirajit, që janë këtu sirat e dyta të na thonë. Zoti Gjeleshane hu ja ka po të mundshme Muhammed a.s. i po gjenetin e gjehnemin. Edhe ka thonë e kum një erë, ashtë mirë, ashtë kanshme, ma të mirë se erën e miskut. Edhe ka vetë Gjibrilin ka thonë, qka kjo erë këtu në këtë vend? Ka thonë, kjo është era e kopshtit, e venit pra në gjenet, që ja ka thonë Zoti Gjeleshane hu, Asije binti Muzahamës. Asije i bën, do më thonë, binti Muzahame, e ka posë emrin gruaja e Firaunit. Në kohën e Musaut a.s. dhe shumë pejgamber ka posë të Ben Israel, aty nuk kanë mujtë mi udhëzu këtë popull se Ben Israel, pra vetë dërgimi i shumë pejgamberve tregon që jenë konë popull i rebeluam, popull jo që e kanë pranu udhëzimin për i Zotit Gjeleshane hu, edhe për që ata që se kanë pranu e Zotit Gjeleshane hu e Gjeleshane hu i përmenën në Kur'an, janë të neamun, shkur të Shqip, bojnë veç keq. E thët, një grua që ka qenë frizerk, ja ka folë Zotin i fmi, mirë po, ajo ka punue në palatin presidencial të Firaunit, edhe qika Firaunit i ka thonë, qumë më minëresh flekt, më mbo frizur. Kjo e ledhë të dërmueme, ka linë, ka derë shumë gjak, edhe quhët. Mirë, po kur quhët i bje krahnin tëk, me nëzje kabe dhe thët, ti isja adu, Allah thët, largohë hasme i Zotit. Aja thët, qysh, ata ka tjetër Zot për jashtë na babë stema, se Firauni ka thonë, unë jam Perëndia, unë jam Zoti. Kjo gruaja ka shpërthyje, ka thonë, Zoti jam, e Zoti jëtë, dhe Zoti gjithësisë është Allahu Gjeleshane hu. Ajo të nga u shku me rap të burë, faktikisht e baba e vetë, dhe i ka thonë, qështu, frizerka, po thët ti si e Zot. Për ty babë, po thët Zoti është Allahi. A i tash e merë, për mi apla zemrën, i urdhën ata shërptërët e vetë, kazanat e bakrit, edhe dërë mi kapat fëmijë, posa lindur edhe mi qitë aty në ujtë valë. 4 fëmijë janë në këtë botë që kanë folët posa lindur, veç sa kanë le, në këtë botën. E në mesën e këtyne pra ashtë edhe që kë fëmija i ka thonë nonë, zoj nonë, bënu e fortë, më së mërzit, se edhe une edhe ti në gjenet për shkojmë. Kër e ka një shëqja Firaunit, ka fletë kë fëmijë posa lindur, u shkua ja kanë gjithë thejtën fëtë burrit vetë Firaunit. E Firauni u tërprua shumë, se një ke vetën si hasha si Zot, edhe pse e tërpnaj te i mase para antarëve do hënë presidencës e aparati shtetëror që shka qenë, dha urdhën edhe këto mi mytë. Grun. Edhe grun mi mytë. Edhe e ka mytë. E tash pse kja
nuk ka pranuar pra luksin që faktikisht ka posori sa dush. Ka pos me hongër çka dush, ka pos me pi çka dush, ka pos me vesh çka dush. Po e ka folë të vërtetën edhe hakun edhe i ka thonë ti si je zot, po ti je kriminal, burrit vet. E Allahu xhaleshanuhu pra ja ka thonë në luginën xhanet e ka thonë pse Zotit i ka ardhur mirë veprimi i saj, ajo erë pra është erë më e mirë se sa era e miskut. E për ata ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur e pastrojmë hunën pra me thonë o Zot, afrona erën e xhenetit. E largon erën e xhehenamit. E pejgamberi alayhi salam këtë natë ka kalue pra një luginë qashtu, edhe i ka po disa njerëz ka hanë mish që ka kundërmu pej erës të keqe, u prish. Mirë po mishi i freskt se han ke kush. E tha Gjibrilit, e çka puna që ty në njerëzve qështu? Tha këta janë ata të cilët i kanë pas gratë e veta të legjshme e të nërshme, pra të legjshme janë nën kuptojnë pra në kurur, po më falni shprehje në shku me kurva. E pse në shku me kurva, pra kanë lënë këto halalin, atë mishin e fresk, e ta shëhan ata që ka kundërmu e herë të keq. Se dreqja u zbukura punë të këqia. A njëri dash për dash, do të më dash gruën e vetë që se ka prej kush kur për pësteje. E jo me i dash kurva që në shku me i qenë. E pra, do të më hunë o Zot, afrona erën e xhenetit, e largona erën e xhehenamit. Kur të lajmë ftyrën, o Zot, mos të kur dalën para madhërisë tone, mu skuq e mu tërpërue, e mu nëzi ftyrat tona, po me dalë faqebarë. Amen, isha. E qysh del njëri faqebarë para Zotit? Me të ardhi bërqli, kur e di që i kije bërq, a del faqebarë dhe a del i skuqën para ti. I hala i skuqën. Pse, s'ja ke poparet. Edhe në të nejtë kom kërë që i thëmë halë këtë Zotit ka vëllë ja u boft. Apo kujtët që i del faqebarë para Zotit ta? Jo, jaroni, jam të s'ke dasht. Sa as po mën rënë. Shemull të bëjnë në kom, janë goj. Kërë ka rika. Pështetën, Allahu Akbar. Falju. E vallahi, kur ti krysh emrat e Zotit, ki me dalë faqebarë para Zotit. Faqebarë. Ana po vje Ramazani, jesh nash, e në na, jes mund. Me hamun shpe, pa të pa kushkur. Pse? Se halë ku për shemë dhe shenë në pazarja, shenë kafe një njëri djetër të hongër, thët ku Zoti për e marru me se lash burri plak. Po i riu që ja ka njës me një nue, i vjeran. E thët, po i krejt për hangshin, po edhe i plaku për hangke. Edhe bohet shkak edhe sebep, edhe një, edhe te prish edhe u. Ta shirojmë duart, të i matë bryllave. Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thonë sikur që njohët dhe dihet del mja gal e zezë në bylyk. Me dhenet bardha, ata që kanë marrë abdesën në jetën e dynjas, ditën e gjykimit duart e tyre shkëlqejnë. E duart atyre që s'kanë marrë abdes, duart e zezë. Po mas duarve, me dhonë me skresë. E me dhonë me skresë ka kuptimin dhe qëllimin, o Zot pastrana prej mendimeve të këqija. Se dresi është ai që i përshpërit njeriut, në qoftë se bë Zotin dhekër, nuk lexo Kur'an, thuaj subhanallahu astaghfirullah, wala hawla wala quwwata illa billah, të bje mendime të ndryshme gjatë udhës, gjatë nejës, kur jenë vetmi, e o Zot, pastrojnë të ullën për mendimeve të gabume. Kur i pastrojnë vesht, o Zot, më nësama me shëndruhe e me marë pjesë ku ti madhruhesh, e ti ku respektuhesh, e ti ku falenderuhesh, e jo në dven ku ti përqeshesh, edhe merët për kom feja e dini jëtë. E qafën,
O Zot, a ditë që na virën shënimet e jetës tonë, që ka na bon jetën e dynjas, Zoti Gjeleshanu hu i thret ato me lasje që i kanë shkruar jetën e dynjas, bëri ato që ka punu në dynja të krejt, edhe të thot ikra kitabek. Lexoj punët e tua, veprat e tua, çka ke bon jetën e dynjas. Edhe Zoti në fund thot, a të kanë shkruar me lasje diçka? Çka ti se ke bon, s'ka njëri që nuk thot vallahi jo, po krejt që to i kum punu. S'ka rren aty. E pse pra me pru njëri punën, mu zverdh të konë me dalë faqe bardh. Edhe komt kur t'i laj, e funit, o Zot për cëna e komt kur të kaloj urën e siratit. E ura e siratit është mi gjehnem. E qaj e urë qënë gjenet. Shumë e hull. Shumë e hull. E ka hon pejgamberi alayhi salatu wasalam, ata që kanë bosejsh dhe Zotit, e kanë inue, jenë falë. Zoti ja ofërcën komt edhe dalin si vetima. Po të tjerët, do të vjen poshtë. Ai që bje poshtë, bjen gjahnem. Wallah, Sali. Na puti mytin. Jo, vëllë, s'ta putaj mytin, po duhet me thonë, mi pas për një me. Mi pas për një me. Me hanë vallahi për i natë sonë të dërë me nërishua, po kësmet për Allahi, një 90%. Mirë, po shumë kështybën e ka për i me, tani kur se ka për i me, edhe vlet kështu edhe thët, ne këputi i mytin. Se qësh pas ke pa majti myti, pa po kur që më shkua? O, 14 vjetë jem konën. Pas për 2 vjetë E to e shë qëre, që shumë nderë që tu edhe nderë gjenitit jam une. Sa njëri është vllavi jam në sigurim edhe pasha Zoti falet. E sa njëri jo pasha Zotin qeveri edhe falet. Pasha Allahin deputet parlamentit Kosovës vinë falin gjumon të une. Pasha Allahin. Wallahi, po edhe unë e thesha, që shumë konë këtë dyjon dhe na dyjon Njëri që ka mend, gjenet. Gjenetit bëhet komanet. Me emën Zotit. E, kur vjetë Sali Bajrami, shaka ajo po Sali bre. ajo nuk varet prej teje, po Zoti kanë dhënë çet aty, ku duhet.